Ekipet shqiptare që luajnë në Europë, ndryshe nga vitet e kaluara, kanë zgjedhur të spostohen më shpejt jashtë vendit për të zhvilluar përgatitjet në prag të dueleve në Champions dhe Conference League. Ndryshe nga Partizani, Dinamo dhe Vllaznia, Rogozhinasi do të zbresin shumë shpejt në fushë në datë 8 korrik në duelin e parë të raundit parë kualifikues të Champions League. Egnatia do të përballet me islandezët e Breiðablik. Skuadra e trajnerit e Dirtetova zgjodhi Bullgarinë për të përgatitur, duke qenë se atje temperaturat janë më të ulta. Rogozhinasi zhvilluan 4 ndeshje miqësore, 1 humbje, 1 barazim dhe 2 fitore. E fundit të dielën kundër rumunëve të Farul Konstanca, fal golit të shënuar nga blerja më e rëndësishme e verës Castro Selmani. Nga ana tjetër, Skënderbeu vite më parë një ekip që shkëlqente pikërisht në Kupat e Europës, duke shkuar deri në grupe, sot po përpiqet të ringrihet pas një fund sezoni zhgënjyes, ku korçarët duhet pranonin rënien nga kategoria superiore. Ata kanë nisur fazën përgatitore me trajnerin Enes Gjoka dhe me lojtarë që sipas tij do të jenë baza e së ardhmes. Unë mendoj që boshti i skuadrës ka qenë nga ajo që ndërtuam paktën mbas janarit, me ardhjet e reja. Sigurisht disa lojtarë kanë ikur, por boshti ato që ne mendonim që do na shërbejnë edhe në të ardhmen i kemi mbajtur. Sigurisht që kjo është kampionat ndryshe. E mira do ishte që ne atë punë të mirë që bëm 2-3 muaj të ta përrezonim me sukses, po tashmë kjo ka kaluar dhe besoj kemi nxjerrë mësimet tona. Unë mendoj që kjo skuadër që do ndërtohet si vjet, do ndërtohet jo vetëm për bazat e kategorisë parë, por edhe për të ardhmen. Korçarët janë me sy e vesh për të kuptuar se kur do të bëhet realitet ëndra e tyre për një stadium të ri.